A duhet mi dhënë burri përparësi gruas së tij apo antarëve tjerë të familjes, vëllezërve e motrave? Motër, Allahu të bekoftë e trujt. Nuk ka përgjigje me po ose jo, ose me thonë duhet mi dhënë përparësi gruas ose vëllezërve e motrave. Gjithë se cilët duhet mi dhënë hakin e vetë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmend hadithin e tij të saktë, jepja gjithë se cilët hakun e vetë. Prandaj, nëse ty të bën padrejtësi, duke i dhënë përparësi motrave apo vëllezërve, kjo është haram. Po nëse i bën padrejtësi motrës, duke të dhënë ty hakin e motrës, edhe kjo është haram. Gjithë se cilë ka vendin e vetë. Për detaje, pastaj mundemi me diskutu, mundemi me analizu edhe me pa çdo detaj ku e ka vendin e vetë. Po parimisht, se cilët duhet mu mundu me adhon hakun. Edhe pse unë jam kundër këtyre zënkave në familje, vëllezër, motra, gruaja, kërkuj nuk duhet me hongër hakun, që shpesh na nuk dim me ba një barazbeshte, një balans mes tyre gjërave. Po ndodh kjo vetëm të ato familje që janë akoma duke jetu në bashkësi, në kallaballëk. Këto familje ndodhin edhe këto keqkuptime zakonisht.